Kushtet e paqëndrueshme të motit I penguan besimtarët musliman të Shkodrës të falen në sheshin qendror të qytetit dhe ceremonia e faljes së Fitr Bajramit u krye në xhami, pasi muaji xherimi e lutjesh ku çdo besimtar pati mundësinë të afrohet më shumë me Zotin. Sot gëzojmë Fitr Bajramin, I cili na fton të ecim në këtë rrugë që na mëson krijuesi, tha në mesazhin e tij miftyri I Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Ai kërkoi pendim të sinqert tek Zoti, pasi mëshira e tij është më e madhe se gjunahet tona. Sa herë janë ndryshuar ligje dhe sisteme në këtë botë? Sa herë qeveri që kanë pasu qeveri të tjera kanë hedhë poshtë e ligje, e kanë ndryshuar kushtetuta në parlamentet të ndryshme të botës. Sa herë janë ndryshuar dhe janë ndryshuar ligje dhe urdhëresa të ndryshme në një vend në një tjetër. Dorsa Kurani dhe Islami është ai që ka qenë që ditën e parë. Nuk ka krahasim ndërmjet hyjnores dhe njerëzores. Ne jemi krejt njerëz dhe gabojmë. Ai që kapet pas njerëzores dhe lën hyjnoren do të thotë se ka dështuar në këtë botën e tjetrën. Ai që mbështetet tek hyjnorja për ndërtuar të sotmen dhe të ardhmen do të thotë se është mbështet për një mbështetëse të fortë e cila nuk bie asnjëherë. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, kemi nevojë që pas pendimit të kthehemi nga Zoti ynë me adhurim të sinqertë. Një apel të fortë dhe kritik për ata që qëndrojnë indiferent përballë krimeve njerëzore, miftyri I Shkodrës e kishte për situatën që po ndodh në Gaza, të cilën e cilësoi makabre. A nuk mendoni të dashurit e mi? A nuk mendon raca njerëzore? Ajo që po ndodh në Gaza sot I ka zgjuar njerëzit e lirë të marr globit për të kuptuar se këto sisteme barbare janë në të vërtetë një e keqe e madhe prej së cilës duhet pastruar njerëzimi. E pat në muajin e mandueshëm të Ramazanit, përveç në ato vende ku njerëzit e pa fe dhe pa dinjitet njerëzor, katilët e horizonteve që historikisht kanë thyer besën, që historikisht janë dëshmuesi të pabesë, ata që prishën armëpushimin dhe u prishën muajin e shenjtë agjëruesve në Gaza, që dogjen për së gjalli me qindra mijëra njerëz, agjërues, që lanë nana pa fëmijë, e lanë fëmijë pa nana dhe baballar, që dogjen dhe vranë dhe përcullun të njomen e të thatën, ata të cilët nuk kanë shenjtëri, përveç atyre krejt njerëzit ishin në rrugë të Zotit, sepse përballja mes të keqes dhe të mirës është pjesë e natyrshmërisë së racës njerëzore. E këto që I shohim naftojnë drejt meditimit për të kuptuar se Allahu Azza wa Jell nuk e lën zullumin për të vazhduar të dashurit e mi. Ky zullum nuk e ka jetën e gjatë. E këto zullume dhe këto barbarizma dhe ky terrorizëm I vërtet nuk e ka jetën e gjatë. Hipokrizia është refuzuar tek ne në Islam. Ignoranca është refuzuar tek ne në Islam. Të bamunit palë me të keqen është refuzuar tek ne në Islam, edhe nëse të japin krejt botën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam është pika jo në referimit. Falja namazit të Fitr Bajramit u organizua paralelisht në të gjitha xhamitë e qytetit të Shkodrës.